Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, është një temë që përdoret shpeshherë në zhargonin e njerëzve edhe përdorin më të madhe, sidomos në aspektin e punësimeve ose jo të punësimeve, kur dikush për shembull për njerëzve paraqet ndonjë kërkesë, qoftë ndonjë kompani apo ndonjë institucion caktuar dhe i plotson kushtet, mirë po kur shkon atje, do të thonë refuzohet. Punësohet dikush tjetër. Dhe ky i cili ka plotsu kushtet, do të thonë i ka meritat e veta, i ka ato të cilat i ka plotsuar në përgjithësi, mirë po veç se ai tjetri për shembull është i afër me dikujt, është që ka lidhje me ndonjë parti ose me ndonjë klan caktuar, atëra ai punësohet. Është një termi që përdoret meritokracia. Për këtë arsye gjejmë njerëz të ndryshëm të cilët thonë se s'ka meritokraci, ose është zbeh meritokracia, gjendet të tërkon po jo të na, ose domethënë gjendet me domethënë në sasi pak më të paktë. Për këtë arsye na me lenin Allah Azza wa Jall do ta trajtojmë këtë çështje, mirë po duke folur për të kundërtën e meritokracisë, që domethënë mohimi i të drejtave të njerëzve, mohimi i hakut të njerëzve, në vlerësimi punës së tyre. Kjo është e kundërta e meritokracisë. Është një ajet kuranor që ka përmend Allah Azza wa Jall në 3 vende. Ajeti kuranor thot Allah Azza wa Jall kur flet për popullin e Shuaibit alayhis salam, tregon se Shuaibi alayhis salam mes gjërave që i ka urdhëruar popullin e vet, i ka urdhëruar që mos mjau ose ju ka ndalu atyne që mjau mohu të drejtat e njerëzve, me usil me ta me drejtësi dhe mos mjau mohu të drejtat ato gjërat që ju takojnë atyre. Në rand të para ajete kuranor që ka ardhur me të njëjtën shprehje, wala tabkhasun nas ashya'ahum, që fillimisht ajeti fillon për shembull në surën Al-A'raf, ajeti fillon ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Populli Shuaib, domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Shuaibi alayhis salam, është ai i cili së pari i ka urdhëruar njerëzit me adhuru vetëm Allahun azza wa jall. I ka urdhëruar njerëzit që të adhurojnë vetëm Allahun azza wa jall, i ka urdhëruar me tauhid. Pastaj ma lakum min ilahin ghayruhu, nuk ka zot, nuk ka të adhuruar me të drejtë pas atij. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, ju ka ardhur një mrekullim, ka ardhur një argument i qartë nga Zoti juaj. Fawful kayla wal mizan wala tabkhasu an-nas ashya'ahum. Populli Shuaibit alayhis salam ka qenë ai popull i cili ka bëu zullum të madh, padrejti të madhe gjatë matjes dhe peshojës të gjërave. Domethënë ka qenë ai popull i cili kur ju ka marrë të tjerëve, atëherë ju ka humbur hakun, ju ka marrë sikurse edhe të nak që ndodh në raste të ndryshme, dikush i cili është në pazar, domethënë ka dalë me shit diçka dhe për shembull shet pasul ose diçka, çfarë do të thotë, shet pemë perime ose drith në kështu me radhë, ai kur t'ja marrë të tjerëve, domethënë jo pakson. Nuk e marrë 1 kg, po ja pakson 950 gram, 900 gram, dhe më thonë nuk është i drejtë në peshoje dhe në masa, në masë. Pra, ai populli Shuaibit ka qenë i njoftë me këtë, përveç që nuk e kanë besuar edhe Allahun azza wa jall, edhe ka qenë i njoftë me këtë. E mes tjerësh ka urdhëruar Shuaibi alayhis salam që të mbajnë drejtësi gjatë matjes dhe peshojës. Mirë po më vonë ka thënë wala tabkhasun nas ashya'ahum, mos ju hani hakun të tjerëve, mos ju mohani të drejtat e tjerëve, mos ju bëni padrejtësi njerëzve në çështjet e tyre. Edhe pse, domethënë ka urdhëresa që me mbajt drejtësi, sidomos në peshoj, dhe pastaj ka ardhur ajeti kuranor që është ndaluar që më mohu hakun të tjerëve, domethënë më zhvlerësu pronat e tyre ose çdo gjë tjetër. Kjo tregon se pejgambert e Allahut azza wa jall, përveç që kanë thirr në monoteizëm, në tauhid, janë marrë edhe me korrigjimin e shkeljeve të ndryshme që kanë ndodhur në popujt e tyre. Dhe secili popull që u dërguai pejgamberi tek ata kanë pasur një që domethënë kanë pas më teksuar që sikurse për shembull populli i Shuaibit alayhis salam kanë pas problem çto në matje në peshoj, kanë pas padrejtësi në matje dhe në peshoj. Populli i Salihit alayhis salam ka pas diçka, populli i Lutit alayhis salam dihet, domethënë për çka
është dërguar Luti alayhis salam, Mesia është domethënë me urdhëruar edhe në bezimin e Allahut azza wa jall, mirë po dihet për çka ka qenë edhe aja urdhëresa e tij edhe domethënë theksimi i tij ndaj gjunohet të caktuar. Pra, pejgambert e Allahut azza wa jall janë ata të cilët përveç çështjeve të tauhidit, çështjeve spirituale, çështjeve rituale të ndryshme, janë marrë edhe me korrigjimin e gjërave të ndryshme në shoqëri. Dhe njeriu për me qenë rob i Allahut azza wa jall duhet që me qenë i nështruar ndaj Allahut azza wa jall në gjitha aspektet e jetës. Në ato që ka urdhëruar Allahu azza wa jall duke praktikuar ose në ato që ka ndaluar Allahu azza wa jall duke u shmang, duke u largu prej saj. Mirë po këtu këta ajete kuranore ose 3 ajete kuranore me të cilët kanë ardhur, domethënë këto ajete kuranore me të njëjtën shprehje, edhe pse ka ardhur në çështje të shitblerjes, mirë po ajeti kuranore ka kuptimi më të gjerë. Ajeti kuranore ka kuptimi më të gjatë, domethënë nuk e ka vetëm këtë kuptim. Dhe këtë kanë pohuar shumë prej dietarëve të tefsirit edhe dietarëve të tjerë. Së pari, fjala bakhs wala tabkhasu an-nas ashya'ahum ka kuptimin e zvoglimit të diçkaje. Domethënë kur të zvoglan, kur të nënvlerëson diçka, atëherë që ka kuptimin bakhs. Që do të thotë në çështjet e transaksioneve ose shitblerjeve, domethënë mja mohu hakun ose me ran peshoj me peshu më pakës, mirë po edhe këtu hyn edhe rrana, dallaveria që bëhet njerëzve gjatë domethënë transaksioneve, gjatë shitblerjeve të ndryshme, por tham dietarët e ndryshëm, sikurse Kurtobia, Shaukani edhe të tjerë kanë pohuar se ajeti është më i përgjithshëm. Që do të thotë këtu hyn të gjitha sjelljet e njerëzve, që të gjitha veprimet e njerëzve, edhe ana intelektuale, edhe ana e pronës, e dijes, e meritave të ndryshme që kanë njerëzit. Pra Allahu azza wa jall përmes këtij urdhë që domethënë na tregon se Shuaibi alayhis salam i ka dhënë domethënë që mos mi i mohu të drejtat e të tjerëve, mirë po edhe neve në drejtori që me marrë këtë mësim dhe mos mi mohu të drejtat e njerëzve, në përgjithësi edhe nëse janë armish. Për këtë arsye Allah azza wa jall në Kur'an çka thot Allah azza wa jall, thot wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Mos t'ju nxit ajo rrethja që keni ndaj një populli, ndaj armikut që mos më mbajnë drejtësi mes tyre, me ta. Domethënë jena të urdhëruar edhe me armikun, cilin e urrejm, edhe cilin ndoshta ka mundësi edhe me luftu me to, mirë për prapë se prapë, domethënë jena të urdhëruar që me mbaj drejtësi me ta, edhe me armisht e lemo edhe me misht e me besimtarët në përgjithësi. Domethënë ajeti kuranor është i qartë, ajeti në surën Maide që citova, domethënë që njerëzit duhet me mbaj drejtësi edhe kur janë në raport me armikun e tyre dhe i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa, se mbani drejtësi sepse kjo është më afër devotshmërisë, është në të vërtetë drejtësia është devotshmëria dhe drejtësia është ajo për me të cilën janë domethënë banë edhe qielli edhe toka. Edhe drejtësia është ajo me të cilën edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka porositur ashabët e tij. Bila e gjejmë në ajete kuranore ku Allahu azza wa jalla ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajete kuranore wa umirtu li a'dila bainakum, i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam قل إنما أمرت أن قل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. Thuaj besoj në ato që është më zbritur mua nga libri dhe jam urdhëruar që të mbaj drejtësi mes jush. Jam urdhëruar që të mbaj drejtësi mes jush. Pra Allah azza wa jall ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të mbaj drejtësi mes sahabët e pejgamberit alayhis salam, mes umetit të tij në përgjithësi, dhe sahabët e kanë trashëguar këta pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye gjejmë se Jarir ibn Abdullah al-Bajali e ka shfrytzuar këta edhe ka praktikuar në jetën e tij. Është një rast interesant që me përmend këtë rast, i bie që domethënë shumë prej tregtarëve sot që i bojnë tregtitë e tyre del se kanë probleme të mëdha në këtë çështje. Shumë prej tregtarëve kur vjen ndonjë mall e nënvlerëson mallin e tjetër. Kur shkon për shembull diku në pazar, edhe e ka veturën e tij, që kushton për shembull 10.000 euro. Ai kur shkon atje, tenton m'ia marr me gjysmën ose edhe më pak se sa gjysma e asaj që sa kushton ajo. Për shembull thotë, ja ky rjet nuk i bën më shumë se 5.000 euro, ose telefoni nuk i bën më shumë se sa. Nëse i bën ai, nëse kushton për shembull 500 euro, ai do më marr me 100 euro ose me 200 euro. Në përgjithësi, me çfarë do malli që posedon dikush,
Domethënë tregtarët e ndryshëm janë ata të cilët tentojnë m'ia marrë, m'ia vlerësu mallin. E që kjo hin ata që domethënë mos m'ia mohu njerëzve edhe mallin e tyre, gjesendet e tyre, të drejtat e tyre, po dohet me vepru me ta me drejtësi. Dhe Xherir ibn Abdullah el-Bajali ka ardhur nga një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose ka ardhur fjala e tij që thotë bay'atu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala an-nushi li kulli muslim. Thotë i kam dhënë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kom këshillu çdo musliman. Çka e ka kuptimin kjo këshillimi i muslimanit? Është ai, domethënë dinu nasiha, që është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dini është nasihat ose çilteri. Masanet ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim, dhe njëra prej atyre formave të çiltërsisë së muslimanit është edhe me këshillu muslimanin, edhe duke e këshillu kur është në favor të tina a në disfavor të këtina. Për shembull, njëherë ka qenë Xherir ibn Abdullah el-Bajali interesuar për me ble një kali, dhe pastaj ka dërguar një shërptor të tij për me ble një kali të caktuar. Ku shkuaj shërptori i tij dhe domethënë ka gjetë një kal, një kal që i ka konvenu këtina, e ka gjetë dhe ka thonë ka sa besha këtë kal, thotë shes për 300 dirham. Atëherë sillte Xherir ibn Abdullah për me ia dhënë parat. Kur asha kjo vren që kali vlen më shumë se sa 300 dirham. Thot kali yt, thot vlen më shumë, thot apo më shet për 400? Ka thon po. Thot vlen edhe më shumë, thot apo më shet për 500, derisa ka ardhur ajo, më thon shifra ka ardhur deri në 800 dirham dhe e ka ble me 800 dirham. Pse ka vepruar? Thot pse ke vepruar kështu? Thot kam dhënë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka me këshillu çdo musliman. Edhe kjo është për këshillimit të muslimanit që domethënë malli tina vlen më shumë se sa që ai është duke shit. Kjo tash nëse e shohim realitetin e njerëzve, domethënë e shohim të kundërtën. Bile spaku nëse dikush nuk e këshillon tjetrin, ose nuk vepron me koni çiltën me tjetrin, bile mos rrenë, mos bën dallavere, se kjo edhe pastaj edhe shkakton edhe humbjen e bereqetit. Shumë tregtar për shembull ankohen pse nuk kanë bereqet mallin e tyne, atëherë e vrejmë se mallin e tyne nuk kanë bereqet për arsye se i kam shef disa të meta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shitsi dhe blersi mundën me përzgjedh me blim mallin e caktuar, përderisa janë në të njëjtin mezhlis. Domethënë, mundën më tërhiq, mundën me thonë për blej mas një kohë, domethënë mas 2-3 minutë me thonë ja valla pipi pishmani. Mirë po, kjo mundet është e lejuar me kështu përderisa janë në të njëjtin mezhlis. Kur ndahen me trupat e tyre, atëherë nuk është e lejuar që pastaj me thonë valla i rash pishmani. Përveç se nëse ai ja pranon, edhe domethënë e liron prej asaj në çka po kërkon, domethënë ky blerësi i thotë po ta pranoj, nuk ka problem. Mirë po në sens kur ndahen, secili shkon te shtëpia e tij, atëherë nuk lejohet që veç ju ka tek tina blerësit, po du mu kthy edhe me kthy mallin. Domethënë nëse nuk mallin nuk ka ndonjë të met. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kështu, ka thonë nëse ata e thonë të vërtetën, edhe qartësojnë, janë të sinqertë dhe e qartësojnë të meta që pëse dënë malli i caktuar, atëherë Allah azza wa jall ka më çu bereqet në mallin e tyre, në shpëblerjen e tyre. Nëse wa in katama wa kadaba, nëse gënjin edhe im shefin të metat, atëherë Allah azza wa jall ja hiq ato domethënë atë bereqetin e transaksionet të tyre, e shpëblerjes së tyre. Pra Allah azza wa jall ka urdhëruar që të mbajnë drejtësi. Ka urdhëruar edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të mbajnë drejtësi. Dhe kjo këta mundën me vërejt këtë drejtësi që ka mbajt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në jetën e tij të përditshme. Në kohën e sodit, kjo çështje e mbajtjes drejtësisë apo edhe vlerësimit të meritave të njerëzve, mos mohimit të vlerave të tyre, mos mohimit të atyne që ata i kanë, qoftë edhe çuçi e përmendën edhe në çështjen e pasunisë, domethënë me ia vlerësu drejt pasuninë e tina, mos m'ia humbur hakun, sikurse dikush për shembull vjen një domethënë blerës te dikush që po do me shit një kerr
dhe thot qëllimisht se kërë jot ka defekt për me ul vetëm çmimin. Ai si posedon ato, domethënë i dën veç me rrëzu çmimin duke përmendur defektin që si posedon, ose duke stërmadhu. I thot që këtu e keni grith, kushton shumë, këtu e ki këto, kemi ndreq këto, ai tjetri ndoshta nuk ka haber fort se sa duhet me shpenzu. Për këtë arsye detyrohet me ul çmimin. Domethënë në jetën e kësaj dite njerëzit përdorin truke të ndryshme, edhe manipulime të ndryshme, veç mos domethënë m'ia marr me lirë edhe mos m'ia vlerësu modin çashtu qysh e kanë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka urdhëruar me mbaj drejtësi, po edhe ajeti kuranor që përmendëm na, domethënë është ajet kuranor që tregon se duhet me u vlerësu drejt njerëzve, qoftë në çështjen e pronave, qoftë në dijave, qoftë në meritave që kanë njerëzit. Domethënë mos më mohu meritat e njerëzve. Sa të mas shumë ti që domethënë mohohen të meritat e njerëzve, për shembull, nëse dikush është zemëru, është i dhënë me dikon. I ka bëj tjetri mirë, ose posedon shumë të mira. Ka bëj shumë të mira, mirë po nëse është zemëru, pastaj u grin me to, hunger me to, domethënë ka bëj debat, edhe u nxej me to, është atëre ja mohon. Jo, pse kur gjë s'është ai. Ose për shembull edhe në vlerësimin e dietarëve të caktuar për shembull. Kur dikush për shembull vjen e ka çun qiell në dietar caktuar, veç që ose një hoç caktuar, ose një diçka si ka pëlqy, o një qëndrim i tij ose diçka tjetër, më herë ajo është domethënë sikur shejtan, thotë. Domethënë me fjalë më të ulta që nuk mundet domethënë nuk cilësohen me ato fjalë as pa besimtar. Lemo edhe një hoxhë i cili ndoshta ka pas një qëndrim pak më ndryshe se ai, ose si ka pëlqy diçka, ose ndoshta nuk ka sill mirë me to në një rast caktuar, se edhe hoxhallarët edhe dietarët e njerëz në klasë caktuar mundën me konë ndikum domethënë prej emocioneve. Mirë po, pse se ndoshta nuk e ka vlerësuar qëllim, qëllimisht i duket atina se qëllimisht nuk e ka vlerësuar, atëherë ka bëu që ky, domethënë prej atina që ka dashur, ka fol shumë mirë për ta, domethënë me dal nënën e kundërt. Nënën e kundërt. E kjo është me hunger hakun njerëzve. Kjo është me hunger hakun njerëzve. Kjo me hunger hakun njerëzve në jetën e përditshme shprehet në forma të ndryshme. Për shembull, përmendu pak a shumë disa për tyne, me hunger hakun, ose me mohu të drejta që kanë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pe fraksioneve të ndryshme, të cilët i shohin sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke akuzu, duke i ofendu, duke gëny për ta, duke shpif për ta, sikur se kanë shpif për Aishën radhiyallahu anha që domethënë është në lavirin e udhu billah, ose duke thënë se shokët e pejgamberit alayhis salam janë bërë në gat mas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me një fjalë, mosnjohja e vlerave të sahabëve është domethënë mohim i vlerave të sahabëve, po është edhe mohim i të drejtave që kemi ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se Allah azza wa jalla ja ka çta sahabë ja ka bërë nasib pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me shoqëru me ta. Këta ja ka caktuar që me u shoqëru. Domethënë njerëzit më të mirë ka mundsu pejgamberi alayhis salam. E në momentin kur dikush e cënon të drejtën e tyne ose fol keq për ta, atëherë ka fol keq edhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pej gjërave të cilat njerëzit sot bile është kjo edhe shprehuna të madhe që jo mohojnë të drejtat e tjerëve, jo mohojnë meritat e tjerëve, hakun e tjerëve, është edhe mohimi hakut të dietarëve, edhe të hoxhallarëve. Dhe gjejmë njerëz të ndryshëm prej grupeve të ndryshme, të cilët thash ose kanë problem kanë pasur problem ndoshta me një qendrim të një hoxhës, ose si ka pëlqyer ndonjë qendrim diçka, dhe pastaj domethënë kthehet në anën e kundërt edhe e akuzon. Akuzon ose sot akuzimin e për media i hoxhallarëve me etiketimi e tyre me etiketime të ndryshme. Domethënë etiketime se janë ekstremist, dikush thotë ja se s'marrin vesh, dikush thotë ja se domethënë janë që marrin me dunjë, ka hi dunjë në zemër, kështu me radhë etiketime të ndryshme. Bile në botën islame ka që i akuzojnë ata dietarë të mëdhenj me akuza, sigurisht se këta janë veç dietarë të hajzit edhe nifasit, domethënë që marrin vesh ato çështjet e menstruacioneve dhe të lehonis, në ku i marrin vesh çështjet e politikës ose çështjet e ndryshme. Domethënë kjo është mohim i vlerave dhe të drejtave që kemi ndaj dietarëve. Po ashtu edhe mohimi i vlerave, meritave të tyre është kur dikush ja vetes luksin për me dhënë fetva vet.
pa u kthy te dietarët, pa u kthy te hoxhallarët, dhe thotë se nuk kemi nevojë më kthy te ata për arsye se na i marrim vesh Kur'anin dhe Sunetin drejt për drejt, kemi nevojë për kërkon na e kuptojnë, dikush mund të më thonë e ka mësuar pak as gjuhën arabe, di edhe unë gjuhën arabe, edhe njerëz të ndryshëm domethënë që japin vetes të drejta për me dhon fetva ose me nxjerr gjykime të ndryshme rreth çështjeve të caktuara pa u kthy te dietar, pa i konsultu dietar. Po ashtu edhe këtu hyn edhe kur njerëzit largohen për dietarëve, për hoxhallarëve, nuk marrin pjesë, largohen për tyne, nuk e vesin ata, po veprojnë sipas mendjeve të tyre, çush ty konvenon atyne. Kjo është domethënë mohim i vlerave të dietarëve, të hoxhallarëve. Po ashtu pastaj këtu hyn edhe mohimi i të drejtave që ndodhin domethënë në jetën e përditshme, sikurse bashkëshortet, kur për shembull burri e mohon të drejtën e gruas së tij, ose mohon ato vlerat, meritat e gruas së tij. Pse? Për arsye se e ka pa që domethënë ajo nganjëherë për kërkon diçka, po i kërkon diçka që është e kërkueshme, për shembull ne ble diçka me çu dikon ndonjë pushim që është i lejuar, në atë aspektin domethënë e lejuar, atëherë e mohon të drejtën e saj duke thonë se ja, ti s'po kujdesesh këtu, ti domethënë e nënçmon atë lodhjen e sajna, e nënçmon ose nënvlerëson lodhjen e sajna që ka bë për shërbim ndaj këtina ose për shërbim ndaj fëmijëve të saj, kujdesin ndaj tyre, këto e mohon veç për mos me ardha ja dhe me kërku pe tina diçka. Ose edhe nëna në kundër, për shembull, për këtë arsye edhe gjejmë edhe hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thot se raitu an-nar wa raitu akthar ahliha an-nisa. Domethënë kam pa zjarrin e xhenemit edhe kam pa më shumë të banor që janë të zjarrit e xhenemit janë gratë. Kur kanë pyet pse, ka thonë njëna për arsyeve, është se yakfurna mohojnë. Ka thonë a mohojnë Allahun azza xhel, ka thonë jo, mirë po mohojnë mirësinë e burrit. Domethënë e mohojnë mirësinë e dikujna, se këtë hin edhe pastaj çu do të vjen, domethënë mohimi i mirësisë së dikujna që të ka bëu mirë. Pra e mohojnë mirësinë. Nëse dikush është hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dikush pe burrave, domethënë i bën vazhdimisht mirësi gruas së tij, mirë pa vesh në një moment caktuar, ka pas ndonjë mosmarrveshje mes tyre, se ka plotësuar ndonjë dëshirë, se ka thënë dikon ndonjë mall ose se ka thënë dikon ndonjë poshem ose se ka bler diçka, sikurse shoqet e saj që ka pa, atëherë e mohon edhe thot kursum ke bëu mirë. Edhe kjo është, domethënë mohimi i domethënë hakut të burrit, mohimi i të drejtave të burrit në vlerësimi i të drejtave. Edhe kjo hyn domethënë atë ajetin kuranor që e përmendëm. Ose për shembull këtu hyn edhe domethënë jetën e përditshme punëdhënësi me punëtorin. Punëdhënësi me punëtorin kur domethënë ja mohon hakun punëtorëve. Nuk e domethënë i shtin me punu jashtë orarit edhe si pagun ata, ju ndryshon kontratat, për shembull kontratë shkruan se 5 ditë ka për me punu, ai shton edhe një ditë, pastaj se pagunat atë ditë. Domethënë çështje të ndryshme, ju vonon pagat. Këto janë mohimi të drejtave të punëtorit. Edhe hin në ajetin kuranor, la tabkhasu an-nasa ashya'a, mos i mohoni njerëzve ato që i takon ata, atyne. Domethënë atyne takon ai haku i tyne është më marr ata, mirë po mos jo hakun punëtorit. Edhe punëtori në raport me punëdhënësin. Gjejmë për shembull njerëz të ndryshëm, punëtorë të fatkeqësisht, domethënë shkojnë më vonë, e kthehen më herët ose nonën tjetër, domethënë kjo është nëse bën pa dianinë e tina ose pa miratimin e punëdhënësit ose jep sekrete tjetër kujna që i cili është konkurrent i kompanisë ose vjedh kompanisë. Domethënë çështje të ndryshme që edhe punëtorët nuk japin hakun, ja mohojnë hakun e kujna punëdhënësit. Po edhe në arsim kjo domethënë mund me vërejt. Domethënë mësuesi ose profesori në raport me studenta. Për shembull ose me nxënësa. Të dy studentat ose të dy nxënësat e kanë bërë të njëjtin provim, njëri e merr për shembull për studentëve 10, tjetër me 6, pse se ky është ndoshta familjarë tina, ky është ndoshta që është për krahas i partisë së tina ose për çështje të ndryshme, ndoshta i ka dhënë edhe rishfet ose ka bërë disa favore, ka jap disa favore, edhe ja jap. Ose profesori për shembull i teket atina se tonë s'ka më marr kërkosh 10. S'ka mundësi me marr as 9. Këtë duhet me marr 6. Domethënë pse më bëu kështu, domethënë ja mohon të drejtat e studentëve, po edhe nxënësat krahasim
me profesorin ose me arsimtarin, vend se me respektu ata i cili për me i mëson mirë, i respekton, i edukon mirë, ata vend se me respektu e shajnë, e ofendojnë, shkojnë te veturat e tyne, grithin veturat e tyne, ndoshta bojnë që me ardhe dhe me ja drejtu tytën e altis, dhe me thonë tytën e pushkës ose të altis, profesorit. Këto janë që hynë në këtë ajet kuranor, që Allah Azza wa Jall, do të thonë, na ka urdhëruar me mbajt drejtësi dhe na ka ndaluar që më bëj zullum njerëzve duke u mohu meritat e tyre. Këtu hyn edhe ato që ka përmend dietar, do të thonë drejta intelektuale. Kur dikush bën plagjiatur. Mirë, kjo plagjiatur na jena mësuar nështë me po vetëm kur nim pe dikujt se ka marrë magjistraturën, doktoraturën, ose ka marrë temën e diplomën, e ka vjedh dikujt, veç e ka përkthyë se e ka vjedh dikujt, e ka qitë emrin e tij. Kjo është plagjiatur, është sa i tjetri u lodh. Ai tjetri u lodh, edhe kjo e ka marrë hakun e tij, ja në një farë mënyrë ka mohuar hakun e tij, se domethënë edhe ka atribuar ata vetvetes së tij. Mirë, po edhe këta mundën me vërejt në jetën e përditshme, për shembull në jetën sociale, në rrjetet sociale. Kur dikush për shembull u lodh për një shkrim të caktuar, megjithëse kohët fundit domethënë shumë lehtë mundet me domethënë njerëzit ta shkruajnë shkrime për shkak se ka dalë inteligjenca artificiale për me ChatGPT. Mirë, po në përgjithësi kur dikush është lodh në përkthim të një shkrimi, në përpilim të një shkrimi, dikush e merr hazër edhe ja qet vetes, e shkruaj filani, ose nuk e kallzon për shembull ka marrë, ose bile s'po me shkruaj e huazuar. Mos e qet domethënë që vetë në status ose dikon tjetër që tjetër më në kuptu se te ke shkruar. A në vërtet s'është e jotja. S'është e jotja. Domethënë është mohimi i të drejtave të tjera, të drejtave të tjerëve. Domethënë këtu hinë në këtë ajet kuranor që Allah Azza wa Jall na ndalon me i mohu të drejtat e të tjerëve, e pse njerëzit i mohojnë, pse nuk e japin hakun të tjerëve. Kjo ndodh për disa arsye. Domethënë mund më ndodh për kufrit, për shkak të kufrit, domethënë dikush nuk është musliman edhe pastaj kur s'është musliman, megjithëse ka edhe për atyre që nuk janë musliman, mundohen me marrë drejtësi, mirë po ka për atyre të cilët domethënë nuk mbajnë drejtësi, se thotë të tjerët, domethënë sidomos muslimanët janë që s'kan kurfar vlera dhe pastaj jo mohon edhe vlerat e tyre, po në anën tjetër edhe zilia, domethënë hasedi njerëzve dikon që s'ka qef me pa tjetrin që ka rrit diçka. Dhe ja mohon ato të drejtën. Domethënë s'mundet me pa dikon që është për mito, qoftë në aspektin material, qoftë në aspektin intelektual, tash ja mohon ato të drejtën, asa të hakun që ka ai tjetër meritën. Për këtë arsye Allah Azza wa Jalla ka urdhëruar me drejtësi. Imam Maliku ka thënë shumë pakës gjejmë për njerëzve të cilët domethënë janë të drejtësat. Imam Maliku në atë farkuhe ka thënë për domethënë pse ka qenë ai pe tabiime Imam Maliku, mirë po më së pakti që mundesh me gjetë tek njerëzit sot është ajo puna çështja e drejtësisë mes njerëzve. Domethënë drejtësisë në raport me prindin, edhe me armikun, ose me ata të cilën ti e urren ose kini qëndrim pak më ndryshe, bile mos ja ha hakun e tij, thuj, unë nuk pajtoj me ta. Ajo është ndoshta ka mundësi me kon njeri i prishur kësaj, mirë po në çet pikë ndoshta e ka qellu. Ndoshta ka mirë ose u mundu, ka dhënë në atë far kontributin. Allah Azza wa Jalla ka urdhëruar që të jemi të drejtë, mos të bëhemi të padrejtë, sepse kjo pastaj edhe e hiqet bereqetin. Se njeri, edhe pse hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ardhur që tregtari, shitsi dhe blerësi, domethënë tregtari edhe ai blerësi, nëse nuk i kallzojnë disa prej të metave rrein, atëherë Allahu Azza wa Jalla e hiq bereqetin e asaj tregtie, asaj shitblerje, asaj adinas transaksioni, po kjo edhe në jetën e përditshme kur njeriu nuk ja vlerëson ose ja mohon të drejtat, meritat e të tërkujna, është edhe kjo rrezik që me qunë, domethënë jo bereqet në jetën e personit. Se gjithmonë duke u mohu të meritat e tjerëve, atëherë Allah Azza wa Jall e hiqet bereqetin e jetës së tina. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.